Java 20 e Superligës së basketbollit për meshkuj vuri përballë Vllaznin dhe Skënderbeun, ndonse në pamje të parë Vllaznia vendi të dytë në rënditje me 34 pikë dhe Skënderbeu në vendin e 7 me 28 pikë, i konsideronin kuqeblut favorit për të fituar këtë ndeshje. Takimi i luajtur pas ditën e së shtunës në Pallatin e Sporteve Çazim Dervishi të Shkodrës nxori fitues Korçarët me rezultatin 84 me 97, një Skënderbeu që befasoi që në periudhën e parë, të cilën e fitoi me shifra 16-24. Në 10 minutin e periudhës së dytë, Vllaznia u shfaq më përmirësuar në fushën e lojës, duke fituar këtë periudhë 17 me 16, por pa mundur të evitoj humbjen e pjesës së parë me shifra 33-40. Kuqeblut shkuan në dhomat e zhveshjes për pushimin mes dy pjesëve dhe 7 pikë minus, ndërkohë kur mendoi se me rikthimin në fushën e lojës të besuarit e trajnerit Eni Llazani do arrinin të barazonin dhe të përmbysin rezultatin, periudha e tretë foli përsëri për Skënderbeun, mungesa titullarëve sidomos e shtatlartit Kiri i pezulloi nga ndeshja e kaluar me Beslidhjen, por edhe disa vendime rallëzi të gjyqtarëve të konsistuara nga stafi teknik kuqeblu dhe tifozëria në tribunën e Çazim Dervishit, duke i shtuar kështu dhe disa shpërdorime flagrante në gjuajtje brenda dhe jashtë vijës së 3 pikëve, bën që Skënderbeu të fitojë periudhën e tretë 17-29, duke e thelluar dhe më shumë avantazhin në plus 19 pikë. Me të njëjtin ritëm filloi dhe periudha e 4 në skuadrën korçare, duke e mbajtur për disa minuta diferencën me rreth 20 pikë, megjithatë ndërhyrja e trajnerit Llazani në pushimet e marra e ngushtua ndjeshëm diferencën deri dhe në 10 pikë, duke dhënë sinjale për një përmbysje, por jo vetëm koha nuk mjaftoi, por dhe dy gabime rallëze të kuqebluve pranë kushtit kundërshtar, të cilët u shfryzuan nga miqt, bën që gjithë kjo ndeshje të fitohej nga Skënderbeu me rezultatin 84-97. Humbja në shtëpinë e korçarëve bëri që Vllaznia të humbas vendin e dytë, të cilën tashmë mban Tirana, e cila nga ana e saj mundi Zon basket me rezultatin 105-90. E dinim që do ishte një ndeshje relativisht e fortë, dhe sepse Vllaznia është një ekip shumë i fortë ndër pretendentët për kampion, por e kishim përgatitur jashtëzakonisht mirë këtë ndeshje, duke studiuar të gjithë lojtarët dhe të gjithë ekipin e Vllaznisë, dhe besoj se edhe djem të tim bë një ndeshje jashtëzakonisht të mirë dhe morëm më të mirë nga kjo fushë dhe ishte një fitoria jashtëzakonisht me vlera për ekipin ton dhe për rrugën drejt play-offit që ne synojmë.